Sa po është mbyllur turneu ndërkombëtar Shkodra Samre Cup 2025 me një performancë jashtëmase pozitive, një pjesëmarrje e gjerë nga gjithë rajoni, madje edhe më tej, dhe merita kryesore shkon për shoqaten Shkodra Sport Event që drejtohet nga Jetmir Podgorica. Podgorica ju keni shumë karrierë në idituja sportive, kryesisht si arbitër futbolli, jeni përfaqësues edhe zyrës rajonale të futbollit në Shkodër si sekretar i përgjithshëm, por kjo aktivitet është në siglin e Shkodra Sport Event që drejtohet nga ana juaj. Përgëzime për gjithçka, për marrësinë e këtij aktiviteti. Falenderoj Gaspar, fillimisht falenderoj për kontributin që jep gjithmonë në fushën e futbollit, po as më tepër edhe në eventet e Shkodra Sport Event, që realisht ne kemi një bashkëpunim shumë të ngushtë së bashku me Verion Sport. Ishte një aktivitet realisht i madh, sepse kishte shumë ekipe pjesëmarrëse. Një ndër faktet që mund të tregojnë masinë e këtij aktivitetit ishte sepse kishim 8 fusha të ndryshme ku zhvilloheshin ndeshjet paralelisht dhe natyrisht ka një nevojë për një staf shumë të madh. Janë rreth 50 persona të cilët kanë kontribuar në këtë aktivitet, duke pas pozicione të ndryshme në këtë aktivitet pra për ta bërë mundën realizimin e tij. Organizim model në fakt u theksua edhe nga personat e tjerë që dhanë intervistat e tyre për këtë aktivitet dhe merita shkon për gjithë stafin tuaj, ishte një sinkron me vërtet shumë korrekt që funksionoi mjaft mirë. Të them të drejtën, këto lloj turneu ka një specifik të veçantë sepse kanë një numër shumë të madh ndeshjesh, pra luhen mbi 120 ndeshje për 3 ditë. Edhe natyrisht duhet një koordinim shumë i shpejtë, pra kohë reale koordinimi për të bërë mundon zhvillimin e aktivitetit, pra sepse do përfundon dita por do fillojnë e dyta dhe normalisht pjesën e kalendarit, shortit dhe renditje janë këto gjëra që realisht e bëjnë të vështirë si turneu. Edhe kushtet atmosferike realisht nuk janë shumë të favorshme, dhe prandaj ka pak specifik të veçantë si turneu. Sa ishte numri i ekipeve dhe i futbollistëve që morën pjesë në këtë turneu? Zyrtarisht ne kemi pas 40 ekipe pjesëmarrës me 700 fëmijë, të cilët kanë marrë pjesë në këtë aktivitet, duke marrë parasysh pastaj që ka dhe numër tjetër të prindërve që kanë ardhur me lig apo dhe pjesës së stafit tyne. Për sa i përket ekipeve, realisht ne kemi ndonë në 2 pjesë këtë aktivitet, sepse zhvillohet pra nga ata 12 deri në datën 15 është zhvilluar për grup moshat nga u9 deri në moshën 15, ndërsa me datën 25 deri me datën 31 do të zhvillohet për grup moshat u19, ku krahas ekipeve që ne i kemi tashmë nga troja shqiptare, janë edhe nga Italia, po kemi edhe risi të cilët janë nga Nigeria, Ghana apo edhe nga Greqia, dhe kjo e bën edhe turneun më të bukur. Ja keni dalë me sukses, Jetmir. Me këto turneu kaq interesante, nga viti në vit po përmirësohet edhe pjesëmarrja, por edhe mënyra e organizimit. Natyrisht edhe bashkëpunimi me palët e dyta dhe të treta ka funksionuar mirë. Kam parasysh edhe zyrën rajonale të futbollit Shkodër, Bashkinë Shkodër, Federatën Shqiptare të Futbollit. Faktorët kryesorë që ndihmojnë janë institucionet siç është Bashkia Shkodër në aspektin e infrastrukturës, Federata Shqiptare e Futbollit, shoqata rajonale, kolegjiumi i arbitrave, pra disa komponentë që mbledhen së bashku për të realizuar këtë aktivitet. Ne do të marrim parasysh që kemi pas në aktivitetet e tjera, që kanë me një kozhat ditore më të madhe, ne kemi pas edhe kemi shkuar deri në 100 ekipe. Por realisht problem madhor në Shkodër që ne diskutojmë shpesh dhe besoj që edhe bashkia ka projektet e saj që do fillojnë besoj nga muaji që vjen për të bërë infrastrukturë të re, sepse realisht infrastruktura është baza me cilën ne e zhvillojmë këtë aktivitet. E rëndësishme është që personat pjesëmarrës janë larguar me opinione mjaft të mira, që garantojnë dhe vetë shprehin në intervistat e tyre se do të rikthehen përsëri në Shkodër. Po, të më drejtën jam shumë i kënaqur, është aspekti morë që na ngrodh dhe na shtyn për me bë aktivitetet e tilla. Shumë prej tyre kanë për herë të parë në qytetin e Shkodrës në këtë event, por edhe kanë vizituar qytetin tonë, sepse ne garantojmë një turizëm sportiv shumë cilësor. Dhe normalisht vitin që vjen ata do vinë edhe me grupmoshat e tjera, po edhe do ftojnë miqtë e tyre. Ne kemi pas realisht një numër shumë të madh të aplikimesh për të marrë pjesë në turneu, po jemi kufizuar vetëm me 40 ekipe për efekt të infrastrukturës. Urime të mirë për gjithçka realizuar në këtë turneu dhe suksese në vazhdimsi. Faleminderit edhe një herë përsërisht.